Lidhja jonë me Kosovën është si çdo shqiptar. Ne më thuaj të ndam në dy pjesë, një gjys këtu dhe një gjys atje. Jam i martuar, i kam 2 fëmijë, vajzën dhe djalin. Kur vim pushimet me njëherë më thonë vetëm Kosovë do të ikim. Po të ishin kushte vetëm gjysën sa i ka Zvicra, s'besoj që do të ishim këtu. Ki restorane shumë më të mira që në Zvicër dhe shërbime më të mira. Ky qytet i vogël i Zvicrës ka një histori e një bukurie të jashtëzakonshme. Ai nxitëll vizitohet për çdo vit nga miliona turistë nga gjithë bota. Për shkak të manastirit që ndodhet në qendër të fshatit, si dhe për bjeshkët e bukura që shfrytëzohen edhe për skijem. Shumica nga këta vizitorë është të pamundur që sa herë kanë vizituar këtë manastir që të mos ndalen tek 2 nga restorantet e shqiptarit nga Dugaxhini Çamil Berisha. Me një staf të larmishëm e profesionistësh të udhëhequr nga Elvis Berisha, kanë shënuar një sukses të madh për gjatë këtyre viteve. Unë quhem Elvis Berisha, vi nga fshati Kryqec, komuna e Pejës, familjes Gervallajt Kryqecit. Shkollën fillore e kom kryer në fshatin Kryqec, shkollën e mesme e kom kryer në Pejë në shkollën Ramil Sadiku, shkolla e mjekësisë, teknik i përgjithshëm medicinal. Kom punu deri në vitin 2004 në Pejë, në spitalin e përgjithshëm interno. Pas vitit 2004, në vitin 2005 kam dalë në Zvicër, te agja im Çamil Gervalla, si e njehni edhe ju. Pastaj e kom ndruar profesionin në Zvicër dhe ju kom bashku në gastronomi xhaxhait tim dhe punoj prej vitit 2006 deri në ditën e sotme. Në 2006, 2007, 2008 kom punu në pizzerinë Romantika në Vedensville, kanton Ciri. Pastaj nga aty kemi vepruar në pizzerinë Romantika në Ciri. Edhe aty kom punu 2008-2009. Nga aty kem kalu në Rimlan, afër aeroportit Cirihit. Edhe aty është quajtur restoran Peshti, pastaj ne kemi bë pizzeria Romantika. Kemi punu deri në vitin 2011, fund 2010-s. Në 2011, me 19 shkurt, kemi kaluar në kanton Shfic, edhe këtu ku gjindemi tash, në Einsiedel, dhe prej 2011-s deri me sot 2026, unë e udhëheqi këtë restoranin me xhaxhain tim, që është edhe ekonomist, kontabilist. Unë e merrem me shumë çështjen e punës së përpara me punëtor, gjithsej i kemi 15 punëtor këtu që punojmë rregullisht në këtë lokalin këtu. Puna shkon mirë, jemi të kënaqur, klientelin e kena shumë mirë, masa është zvicrane më shumë, kem po edhe vendet tona si shqiptar nga Kosova, Macedonia, shqiptar nga Malizi. Gjithashtu dhe punëtorët i kem përgjithësi për gjitha vendeve evropiane thuja, ka italian, ka shqiptar, ka kroat. Puna shkon mirë, unë kom punu si teknik medicinal. Kem marrë dhënë injekcione, infuzione, matjet gjaktit, ndihmës mjeku. Edhe atje ka qenë shumë e mirë, nuk ka qenë e keqe, stafi ka qenë shumë e mirë, shumë të sjellshëm, si çdo mjek që janë betum për atë punë që e bojnë, edhe sot kam respekt madh për ta, dhe ata kanë shumë respekt madh për mua. Po si çdo i ri, isha unë i ri, kisha dëshirë që dal pak edhe unë në Evropë, t'ju bashkangjitem edhe kom pas edhe baba im ka qenë përpara në Zvicër. Kom pas edhe xhaxhallarë këtu, edhe për një jetë më të mirë, për kushte pak më të mira, dolim ta provojmë, po nuk e asun nëse kam ditë që do të përfundoj në gastronomi nga mjekësia. U bo një ndryshim total. Do fillim pak është i vështirë, por ishte edhe pak gjuha, gjërat jashin pak më ngadalë, po me vullnetin e mirë dhe vullnet punës që kishim për me punu dhe me hecë përpara me shku, kemi arritur shumë shpejt. Lidhja jonë me Kosovën është si çdo shqiptar, ne më thuaj të ndam në 2 pjesë, një gjys këtu dhe një gjys atje. Ne, si zakonisht, se unë jam i martuar, i kam 2 fëmijë, vajzën dhe djalin, edhe ata, kur vim pushimet me njëherë me thonë vetëm Kosovë do t'ikim. Asë nuk dojnë t'ikim diku një vend evropian me shku me vizitu, me njëherë në Kosovë. Edhe jena shumë të lidhur, na mungon edhe Kosova, ajo kuptohet. Po të ishin kushte vetëm gjysën sa i ka Zvicra, s'besoj që do të ishim këtu. Edhe Kosova ka jetë shumë përpara, ka përparu, ka restorane të mira, ka edhe personal të sjellshëm që punojnë si udhëhec, si kamarier, ka pritje të mirë të gastronomisë, janë shumë mirë deri tash.
edhe besoj që një shtet që është i dalur pas luftës që 20 e sa vite dhe ka arrit se ka edhe ndërtime të mira që kanë bërë. Ki restorane shumë më të mira që në Zvicër edhe shërbime më të mira, është për të livdruar, sidomos në vende malore si janë nga Gryka Rogovës, nga Belleja, atje Resort Belen, Deçan që janë shumë lokale të mira dhe për të vizituar edhe nga njerëz të huaj evropian. Ne zakonisht punojmë specialitete italiane, pizza dhe pasta, kemi edhe produktet e mishit, si për shembull kemi në mish në guri që i thojmë ne këtu. Po shumica për 90% është kuzhinë italiane. Tu mundem edhe t'ja tregojmë edhe pak një pjesë të lokalit nëse doni. Këtu e kemi një sallë të madhe, që është nga këtu dhe salla tjetër mbrapa. I ka afër 180 venda të dyjat. Këtu në pjesën tjetër e kena një bar ku vizitohen nga klientë dhe është si të themi që është në pak vende në Zvicër që mund të pihet cigarja. Këtu e kemi një bar që pihet edhe cigarja. Lejohet për shtetin? Po, lejohet vetëm në kanton Shfico për momentin thuja, që lejohet cigarja të pjesën. Në kanton Cyrje dhe në kantonet Targav që janë për shembull atu kantone nuk lejohet. Tani kemi edhe një taras aty, por në përgjithësi lokali ka afër 300 venda që i shërbejmë. Tu është edhe një gjë interesante, si tu është një kishë dhe shumë e njoftën, dhe këtu ka si thujmë, një turizëm shumë të madh nga ana vizitorëve nga e gjithë mbar bota që vinë dhe vizitojnë. Dhe ne jemi pothuaj në qendër të këtij vendi këtij, si ta quaj këtij fshati, Einsiedel që thirret se i ka pothuaj afër 16.000 banor. Po në fund javë, sidomos të premtes dhe shtunë dhe të diel, ka as vizitorë, se ne kemi kapacitet afër 300 persona që t'i morim, por ka ndonjëherë që klientët presin në radhë për t'hi mrenda. Ka edhe ditë shumë të forta që punojmë zakonisht pa pauzë nga ora 10 mëngjes deri në 11 natës, dhe ne nuk bëjmë pauzë gjatë ushqimit, ne mund të konsumojnë ushqim edhe në ora 2, 3, 4, 5 pasdite, pa pauzë. Mund t'i bëjmë deri në 600 persona nëse ka i ndrojmë tavolinat nga 2 herë në ditë. Edhe kemi pas një fat shumë të mirë që edhe personat që punojnë, si personel që i kemi këtu, janë gjithë, po thuaj që ka nga mbi 10 vite që punojnë. Unë personalisht jam se 16 vite, e kam edhe një kolegë këtu që kam filluar ditën e parë me to që është 16 vite, plus kuzhinierët që i kemi janë për 10 vite. Kem 3 kuzhinierë për momentin që janë profesional për këtë punë që e bojnë, plus ndihmësh kuzhiniera, pizzaiolo i kem 2. Mon përgjithësi është shumë mirë. Janë shumë edhe bojnë me vullnet këtë punë, edhe ne i respektojmë shumë për punën që e bojnë dhe për ata kem kaluar një kohë gjatë së bashku këtu që punojmë pa asnjë problem. Dhe ata na kanë ndihmuar neve dhe ne ju kemi ndihmuar aty, nëse them jeni shumë të lidhur si të ishim familjar që ne shumicën e kohës ka të ditë që i bëjmë ka 12 orë së bashku këtu. Me shumë i bëjmë në punë se sa në familjet tona. Kjo pjesa e furrës këtu, zakonisht tu pizzeriat në Zvicër janë elektrike, shumica lokaleve i kanë. Ka ca që i kanë kështu që ne që i kemi. Kjo jona është me dru e marruar, që punohet me dru, s'ka as gas, as rrymë. Është vetëm originale drunit dhe klientave ju pëlqejnë shumë se thonë të shkojnë të hajmë një pizza atje se i bëjnë me dru ata. Se pizza me elektrike dhe kështu si janë mundi me i bo ku të dojmë thojnë. Për ata ka pak vizita më të mëdha dhe ju faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohën që ne janë me na vizitu në Zvicër. Edhe ne po gjetim kohë të vim dhe të vizitojmë Kosovë më shpesh. Një mesazh shkon për gjithë qytetarët e Kosovës, dhe mos për rininë e Kosovës, që mos ta humbin vullnetin, se me punë arrihet çdo gjë. Pa punë nuk besoj që do të kishin arritur as zvicranet që janë shteti për mi 700 vite, po gjithë këtë punë e kanë bërë me punë, me vullnet të mirë, dhe s'janë dërzuar kur. Dhe gjithashtu, ju bëj thirrje edhe gjithë rinisë shqiptare, kosovare, se kam qenë edhe vetë atje, i kuptoj edhe ata që lakmojnë për një jetë më të mirë, por dhe gjitha do t'i arrijnë me punën dhe me vullnetin më të mirë.